Dashi. Sot hapat tuaj do jenë në vendimtar se kur. Mërkuri do sjellë ndërgjegjësim mbi gabimet e sotme dhe do ju bëjë më të vetëdijshëm për veprimet tuaja. Për çiftet, nata nis qip, por pas mesditë pasioni do nxehet, emocionet do rriten papritur dhe çdo moment bëhet i çmuar. Kështu që shfrytëzojeni secilin sekond. Beqarat këshillohen t'i marrin gjërat më shtruar, pa kërkuar me ngun praninë e dikujt, ndërsa në punë do rikuperoni kohën e humbur dhe do arrini objektivat e planifikuara, fal edhe ndihmës së kolegëve. Sektori financiar kërkon maturi dhe përkujdes maksimal për të ruajtur stabilitetin. Demi. Sot imagjinata juaj do jetë më e zjarrt se zakonisht. Imagjinata e zhvilluar do bëjë që sot gjithçka të ecë për mrekulli, mendimet tuaja do jenë të ndriçuara dhe kur jeni në çift, përkundër çdo joshjeje tjetër, besnikëria do mbetet e patundur. Beqarët do ndihen gati për ndryshime dhe do pranojnë me dëshirë ftesa që u bëhen, duke sjellë një frymë të re në jetën sentimentale. Në punë do arrini majet e synuara pa u trembur nga papriturat, jeni mësuar me sfida dhe i kaloni si të tjerat. Financat mbeten të ekuilibruara pa vështirësi, sepse do dini të menaxhoni çdo lëvizje. Binjakëv. Sot realiteti dhe liria do kenë nevojë për një ekuilibër të mençur. Ndjekja e pavarësisë absolute sot mund t'ju çojë në gabime, ndaj këshillohet të pranoni gjërat ashtu si vijnë. Për çiftet, paqja, begatia dhe harmonia do mbizotërojnë, zemrat do rrahin fort dhe secili çast pranë partnerit do duket magjik. Beqarët, edhe nëse nuk do të kenë fat të menjëhershëm në dashuri, do vazhdojnë të presin me durim, ndërkohë që në punë do shfaqin vundi të shumta dhe do arrijnë çdo qëllim. Buxheti mund të përmirësohet tej mase nëse shfrytëzoni mundësitë që shfaqen. Gaforja. Sot qetësia brenda do jetë qetësi për jashtë. Brini gjërat me qetësi dhe mos u sforconi për ndryshime drastike. Jeta sentimentale do jetë rutinë dhe mund të ndiheni të mërzitur në çaste të caktuara, kështu që është e nevojshme të ndërmerrni veprime për të përmirësuar situatën. Beqarët do jenë të hapur ndaj takimeve të pafundme, por duhet të mendojnë mirë para se të vendosin me kë duan të vazhdojnë. Në punë, edhe pa përqendrim maksimal, jetë do bëjnë që çdo detyrë të ecë mirë, ndërsa buxhetin mund të ketë sfida të vogla për shpenzime të papritura në shtëpi ose çështje të tjera me rëndësi. Luani. Sot guximi juaj do ndriçojë çdo rrugë. Do ndiheni më të vendosur se zakonisht dhe do shkoni deri në fund për objektivat që keni vendosur. Në një lidhje do përjetoni momente të jashtëzakonshme me partnerin, do ndiheni të zihiqur nga të tjerët dhe buzëqeshja nuk do ju largohet kurrë. Beqarët do ndjehen të plotësuar me statusin e tyre dhe nuk do kërkojnë ndryshime, ndërsa në punë duhet të bëni një bilans të gjithçkaje për të saktësuar çfarë duhet të përmirësoni. Buxheti do jetë në kontrollin tuaj të rreth dhe nuk do keni tronditje. Virgjëresha. Sot kënaqësia do jetë aleati juaj më i fortë. Gjatë kësaj dite do keni më shumë fat në çdo plan dhe do duket sikur hyjet ju mbështesin pa rezervë. Për çiftet do kaloni çaste të ngrohta, do bashkëpunoni me mirëkuptim dhe do gjeni lehtësime për çdo sfidë. Beqarët do përjetojnë një takim të papritur, por vendimtar që mund të ndryshojë gjithçka. Në punë, iniciativat e reja do përligjen nga suksesi dhe shefat do ndjehen krenar që ju kanë në staf, ndërsa financat do jenë shumë më të shëndetshme fal çdo hapi të menduar me përgjegjësi. Peshorja. Sot ekuilibri do jetë sfiduar nga pasionet e brendshme. Sado që yjet ju nxisin drejt dialogut, sot mund të humbisni kontrollin dhe të bëni gabime, veçanërisht në dashuri, ku xhelozia mund të shqetësojë partnerin. Beqarët këshillohen të mos nxitohen, sepse mundësitë më të mira vijnë pas disa ditësh. Në punë, mungesa e profesionalizmit mund t'ju ndalojë të arrini pritshmëritë, duhet përpjekje dhe vendosmëri më të madhe, por në financa do dini të menaxhoni gjithçka në mënyrë të qëndrueshme. Akrepi. Sot intuita juaj do ndihmojë të zgjidhni dilemën. Hëna do sjellë logjik, durim dhe lidhje më të forta me të tjerët. Për çiftet, vendimet e rëndësishme do krijojnë një fazë të re kënaqësie dhe gëzimi, ndërsa beqarët do mësojnë të vlerësojnë shpirtin më shumë se pamjen. Në punë do shlyeni borxhet dhe do kurseni për të ardhmen, por buxheti mund të tronditet në ndikimin e shpenzimeve të pakontrolluara, ndaj duhet të vendosni limite. Shigjetari. Sot entuziazmi juaj do jetë infektues.
Jeta sentimentale ndikon fort sot në çdo plan. Sa më kënaqëse të jetë ajo, aq më mirë do ecni në të gjitha frontet. Për çiftet, do arrini çdo objektiv që vendosni dhe pasdite mund të prisni surpriza të këndshme nga partneri. Beqarët duhet të mos nxitohen në marrëdhënie të reja, pasi durimi të sjellë më shumë përfitime. Në punë mund të qëndroni orë shtesë për rezultate më të mira, por kujdes me të lodhjen. Financat do bëjnë qartë situatën dhe do nisni hapet e duhur për përmirësim. Britsjapi. Sot durimi do jetë çelësi i suksesit. Është e mirë që para çdo hapi të mendojeni mirë ku doni të shkoni. Në çift, debatet të forta mund të lindin nga çështje delikate, ndaj tregohuni diplomat dhe mapni fjalët. Beqarët do hyjnë në një dashuri të madhe dhe emocionuese, por në punë krenaria mund t'ju mposhtë dhe t'ju largojnë nga këshillat e vlefshme. Rikthehuni me këmbë në tokë. Shpenzimet bëjini vetëm pasi t'i keni llogaritur mirë për të shmangur papriturat e pakëndshme. Ujori. Sot kreativiteti juaj do thyej barrierat. Dielli dhe Marsi do ju ndihmojnë të gjeni zgjidhje për çdo sfidë dhe do ndiheni të qetë. Në çift, dita kalon pa probleme dhe mund të merrni vendime të rëndësishme së bashku. Beqarët nuk do jenë gati për lidhje kalimtare, duke pritur dashurinë e madhe, ndërkohë që në punë do shkëlqeni me pasion dhe disa kolegë do ju marrin si shembull. Financat mbeten të mira në ndikimin e yjeve, duke siguruar që gjendja të ruhet e kënaqshme. Peshqit. Sot imagjinata juaj do krijojë mundësi të reja. Gjatë kësaj dite jo vetëm do keni ide të shkëlqyera, por do dini t'i përdorni në praktikë. Për çiftet do mbiheni kaq mirë pranë partnerit sa do falenderoni yjet për këtë dhuratë. Beqarët mund të ndjejnë tërheqje për persona me pikpamje të ndryshme dhe me origjinë të huaj, duke zgjeruar horizontet e zemrës. Në punë, një projekt i madh që keni ndëruar prej kohësh do marrë formë, duke sjellë ndryshime rrënjësore. Buxhetin do dini ta organizoni me kujdes dhe do mbani situatën nën kontroll. Përshëndetje, nëse kjo është hera e parë që ndodheni në kanalin ton, ju lutem subscribe, mos harroni të klikoni zilen që të informoheni të parët për videon e fundit. Faleminderit!